Nëpërmjet programit Garancia Rinore, Agjencia Rajonale e Punësimit në Gjirokastër po ofron më shumë mundësi për të rinjtë deri në moshën 30 vjeç. Një nga lehtësitë kryesore është përfitimi menjëhershëm i statusit të papunit, ndërsa më parë nevojiteshin 2 muaj pritje. Sipas të dhënave, interes ka edhe për programin e vetpunësimit, për të cilin deri tani janë regjistruar 10 aplikime, ndërsa pritet që numri i tyre të rritet në vijim. Të rinjt janë në fokusin tonë. Kjo sepse jemi duke i dhënë një rëndësi shumë të madhe gjithë të rinjve në qytetin e Gjirokastrës edhe në rajonin e Gjirokastrës. Ata kanë aksese shumë herë më të lehtësuara në zyrat e punës se çdo individ tjetër mbi 30 vjeç. Aksesi i parë kryesor është që statusin e punguesit pa punë marrin në mënyrë imediate. Ata janë pjesë e garancisë rinore dhe patjetër përfitojnë çdo lloj mundësie që zyrat e punës ofrojnë, si praktikat profesionale, punësim, formim në punë, apo programi i çelur së fundmi vetpunësimi. Një program nga i cili shumë të rinj përfitojnë të hapin një biznes të tyre dhe të jenë pavarur dhe të jenë sa më të përshtatshëm në tregun e punës. Ky program tashmë ka gati 10 aplikant, presim të ketë aplikime të tjera dhe shpresojmë që në qytetin e Gjirokastrës të ketë biznese të reja sa më shumë. Ndërkohë, është rritur edhe mbështetja financiare për të rinjtë e regjistruar pranë zyrave të punës. Nëse më parë subjektet përfituese subvencionoheshin për 4 paga, tashmë mbështetja është zgjeruar në 6 paga, me synim për të nxitur më tej punësimin e të rinjve. Avantazhi kryesor është që marrin statusin e punëkërkuesit pa punë brenda ditës dhe duke patur këtë status kanë mundësi të përfitojnë nga programet e punësimit. Ndryshe nga pjesa tjetër e individëve, ata nuk përfitojnë për momentin 4 paga të subvencionuara nga zyrat e punës, por 6 paga të subvencionuara nga zyrat e punës, si dhe sigurimet për 12 muaj, pra për një vit. Programet e nxitjes së punësimit po shihen si një mundësi konkrete për integrimin e të rinjve në tregun e punës, ndërsa institucionet përgjegjëse ju bëjnë thirrje të rinjve të përfitojnë nga skemat mbështetëse që ofrohen.